Me vendim të Këshillit të Ministrave, Parku Arkeologjik i Orikumit është deklaruar pasuri kulturore paluajtshme. Përmes këtij vendimi është miratuar zonifikimi dhe plani për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tij. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha tha se ky vendim forcon kuadrin ligjor dhe institucional për administrimin e një prej siteve më të rëndësishëm arkeologjik në vend, duke garantuar ruajtjen e vlerave historike, duke trajtuar atë si një sitë pavarur menaxhimi dhe duke garantuar një qasje më të specializuar për ruajtjen, studimin dhe promovimin e tij. Në thelb të këtij projekt vendimi qëndron miratimi i zonifikimit të parkut në dy zona kryesore, zona A dhe zona B, të cilat përcaktojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje dhe ndërhyrje. Ministri Gonxha shpjegon se zona A përfshin bërthamën e qytetit antik dhe gëzon nivelin më të lartë të mbrojtjes, ku lejohen vetëm ndërhyrje konservuese, restauruese dhe kërkime shkencore, ndërsa zona B përfshin hapësirat përreth me potencial arkeologjik, ku ndërhyrjet zhvillimore mund të realizohen vetëm në mënyrë të kontrolluar dhe pas vlerësimeve përkatëse. Ministri u shpreh se ky zonifikim krijon një ekuilibër të qëndrueshëm të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.